Një operacion i policisë dhe prokurisë në Gjirokastër ka zbuluar një skem të dyshuar korruptive në sektorin e energjisë elektrike që ka përfshirë punonjësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Pas një hetimi të kryer mbi bazën e një kallëzimi të bërë nga njësia antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë, 4 punonjës të OSHE-s janë arrestuar dhe 6 të tjerë janë lënë arrest shtëpie për shpërdorim detyre dhe shkelje të ligjit. Hetimet kanë zbuluar se këta punonjës dhe ish punonjës të OSHE-s gjatë periudhës së punës së tyre kanë shpërdoruar materialet e institucionit dhe kanë vendosur matës të energjisë elektrike në shkelje të rregullores dhe ligjeve përkatëse. Për siguruar përfitime të kundralishme, ata kanë instaluar matës të energjisë për abonent të ndryshëm, të cilët pastaj kanë vidhur energji elektrike. Në një nga shtëpitë e arrestuarve janë gjetur dhe sekuestruar 22 matës energjie elektrike, 13 kuti plastike dhe 9 vula, të cilat përdoren për vendosjen dhe vulosjen e matësve të energjisë. Këta shtetas u instaloshin për të mundësuar vjedhjen e energjisë nga individ dhe subjekte të ndryshme duke shmangur pagesën për energjinë e konsumuar. Hetimet kanë vazhduar dhe operacioni Kilovati synon zbardhjen e plotë të kësaj skeme korruptive që ka dëmtuar buxhetin e shtetit dhe ka krijuar një terren të pasigurisë për furnizim me energji.